Jo ti me mbajt një gjë për veten tate dhe mos me I dhënë zhvillim, edhe me ja bë çunet huaj të qartë që unë nuk do ta zhvilloj këtë gjë këtu brenda dhe ti harroje këtë gjë, edhe më quajt unë ti je shfrytëzuese dhe përdor për situatë. Dëgjoj, se I thash një fjalë, kur ti dal për shtëpi ti thash asaj, kur ti dal për shtëpi ti ke puth një djalë thash. Selin kur ka dalë për shtëpi ka puth një djalë. Rastësisht qëllon që ky djalë është I njëjti person. Se është vllaja saj, është dashurja. A jeni në rregull deri këtu? Bukur, dhe keni himra. Para se më hi, keni kanë që ju jeni bashkë. Jo si lojtare e vetme, në kuptoj drejt, po bashkë, funksiononi gjimnë bashkë, ëh? Si aleat, quhet si dushti, si miq. Në cilin moment është pa këtu që ti I ke dhënë krah asaj? Asnjë. Jo një sekond, Luis. Jo, një sekond. Futet Greta në shtëpi. Po. Unë nuk e kam ditë nëse Greta do vi apo jo. Dhe unë I them, Greta, kur të vish ti brenda, unë kam vetëm një amanet. As sinjale, as mësoj këtë, një sekond. Kam vetëm një amanet, produksioni dhe vllai mat, të jetë I pastër dhe I qartë, çfarë marrëdhënie kemi ne të dyja dhe kush je ti dhe kush jam unë për ty. Okej. Sepse nuk e kishte marrë 100% konfirmimin. Dhe ftesa I është bërë një ditë para se të futem unë, 2 ditë para se të futem unë, edhe konfirmimin e kam marrë gjatë kohës që unë kam qenë këtu brenda. Vjen brenda. Thot Kristi. Jo, parë brenda, thëmë unë kam qef që mos me e marrë vesh njerëzit se me bëj lojën tonë, pastaj kur dali, dhe unë kam thënë jo, unë këtë gjë nuk e mbaj dot, se unë nuk e di se si mund më vinë në situatët brenda, psikologjia, ku mund t'jem me tru, me mend, me shpirt. Po më erdha unë e kisha ditë që jeni kulata, e kisha plas. Prit, edhe I kam bravo, edhe I thash që unë një amanet kam, njerëzve mos më gënjy, se këtu dele da e ke shtatën tu apo e ke heq. Kupton? Dhe më ka thënë, vjen brenda, Kristi, futet tu nga akvariumi. Edhe unë I them, o Greta je lidhur? Sepse unë doja ta kuptoja. Kjo vajzë, me çfarë qasi ka ardhur brenda 1? A është nda me vllajën tim kur ka ardhur brenda 2 apo jo? Këtu kishte fol në shtëpi dhe tha, po tha, jam e lidhur. Një ditë kjo. Dhe Greta nuk e di më thonë, Oselin, me më kapti një cep, mos e tu cep e ka plot, më thonë Oselin, produksioni e din. Mos e bëj këtë lojën me mua, se produksioni e din. Nuk ta tha. Në shtëpi thoshte që unë me Selin njihen, po për më shumë do të tregoj jashtë. Jashtë shtëpia. Jashtë shtëpia. Disa ditë kjo, para prajme. Ditën e disat, e ka pa ty dhe i themur, o Greta, a e di njëri? Ose qa po bën ti, do më thënë, a je ma onën, a si je ma onën? Dhe tha, po tha, unë e pysi ditë tjetër, ti ke motor ose vlezër? Sepse unë për jepja sinjale me kuptu kjo gocë këtu brenda, ka ardhë me gënjeshtër, apo ka ardhë e pastër, kupton? Dhe më tha mu, mbas ditës, mbas të shkova unë e pyta, thash Greta, i ke tregu, tha, po tha, këto janë djeni. Më la mua Greta 5 ditë me gënjy, me bën rolin që Greta donte me bë, dhe ditën e 6 thot po këto e di, tha janë rregull. Okej, super. Dalim Prime, më merr Ledioni. Tani për sa kohë këto e di dhe Greta nuk është e vënë këtu brenda, kush jam mund të flas për Gretën, sepse për marrëdhënien time unë s'do kisha fol kurr. Nëse do kisha qenë jashtë e lidhur. Me pak fjalë ti po më thuaj që Greta ka ardhur me çit keq ty. Greta jo më ka ardhur me çit keq, Greta nuk në një Prime që ne kemi dalë unë dhe Greta, nuk ka dalë një Prime që unë kam dalë mirë, kupton, në raport me Gretën. Dola pra, pyet Ledioni mua, pyet mu Ledioni, që çfarë marrë një këti, unë I them, unë I them që xherat I doli bira, futa kishit te bira. O vlla, shko blej pa xherat shkreti, shko. Unë I them Ledioni që unë e njoh, jemi njohur te puna, sepse vërtet